Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, takoi sot me kryekomisionerin e zgjedhjeve Ilirian Celibashi në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas takimit, Gonzato dhe Celibashi folën para gazetarëve. Gonzato tha se Bashkimi Evropian mbështet procesin zgjedhor në Shqipëri, por nuk do të ndërhyjë. Bashkimi Evropian ka besim të plot te misioni i Odirit, i cili po monitoron nga afër zgjedhjet e 11 majit. Assessments before the elections. We have trust, as I said. Unë nuk bëj deklarata para zgjedhjeve, kemi besim te Odir dhe ka një mision të rëndësishëm këtu. Lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit është në zemër të negociatave. SPAK ka një detyrë të rëndësishme. Bashkimi Evropian është këtu për të mbështetur Shqipërinë, jo të ndërhyjmë në procese. Nuk jemi këtu për të manipuluar asgjë. Celibashi u shpreh se takimi ishte për të dhënë informacione në lidhje me përgatitjen e zgjedhjeve. Ai theksoi gjithashtu se janë në proces bashkëpunimi e mbështetje të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian. Ashtu sikurse edhe ambasadori tha, jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi dhe mbështetje nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe nga Bashkimi Evropian për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që me siguri do të vazhdojë edhe pas këtyre zgjedhjeve. Ndam së bashku të njëjtën pikpamje mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Shqipëria është një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian dhe ndaj është e nevojshme që secili prej nesh institucione publike përgjegjëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, po dhe partitë politike, duhet të reflektojnë përgjegjësitë e tyre për të patur zgjedhje me integritet. Në javën që po mbyllet ne kemi patur në në mënyrë periodike gjatë ditëve të kësaj jave, komunikime konkrete me SPAK për problematika të ndryshme të procesit zgjedhor, për denoncime të bëra në këtë strukturë, po dhe për informacione të cilat kanë ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do duhet ta bëjmë dije që brenda 24 orësh ja kemi dalë të themi që të vendosin në dispozicion çfarë prej tyre është kërkuar.